Një mbrëmje e mbushur me emocione dhe krenari ishte ajo e diplomimit të studentëve të Universitetit Luiç Gurakuçi. 1314 studentë ishin pjesë e kësaj ceremonie në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, ku 750 u diplomuan në programet bachelor, 77 në programet profesionale, 19 në programin integruar të drejtësisë dhe 468 në nivelin master shkencor dhe profesional. Në fjalën e tij përshëndetse rektori profesor Dr. Tonin Xhuraj, vlerësoi rolin e arsimit publik si një bazë e fortë për zhvillimin e shoqërisë dhe theksoi se diploma nuk është fundi, por fillimi një udhëtimi të ri në rrugën e dijes dhe kontributit qytetar. Në këtë qytet, që për një shekull ka qenë vatër kulturës së arsimit, Universiteti ynë mban një mision të veçantë, të ruajë trashëgiminë e mendimit shkodran dhe ta çojë atë drejt horizonteve të reja të zhvillimit, inovacionit dhe kërkimit shkencor. Por sot roli i tij shkon përtej auditorëve. Në bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë e Shkodrës dhe institucionet vendore, Universiteti është shndruar në një partner aktiv të jetës qytetare, duke kontribuar në nisma kulturore, ekonomike e teknologjike, që forcojnë në gjendjen e komunitetit. Ky bashkëpunim është një dëshmi se dia dhe qyteti mund të ecën së bashku drejt një qëllimi të përbashkët, zhvillimit dhe përparimit. Të dashur të diplomuar, ju jeni brezi që do të jetoni në një epokë të re, ku inovacioni, dija digjitale dhe inteligjenca artificiale por i formsojnë mënyrën si mësojmë, punojmë dhe ndërveprojmë me botën. Fatkeqësisht në botën ku jetojmë sot, shpesh herë të ishim ndershëm dhe me karakteresh kosto. Kosto ndaj tundimeve apo të shkurtë, por që është në rrugën drejt suksesit vërtet, atij të shndrueshëm dhe afatgjat. Do përballemi me sfida, por çdo sfidë do të ndihmojë të rriteni. Mundësitë janë të mëdha, sidomos për ata që dinë të marrin iniciativa, të mendojnë ndryshe, ndërtojnë rrjete bashkëpunime dhe dinë promovojnë veten. Pjesë e kësaj mbrëmje ishte edhe politikani Dritan Abazović, kryeministri i parë shqiptar i Mali të Zi, i cili theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar në arsim dhe kulturë, si një urë që forcon lidhjet mes popujve dhe brezave të rinj. Rruga juaj fillon tani. Jeni brezi specifik i këtij rajoni. Jam i bindur se jeni brezi i cili do të punësohet në Bashkimin Evropian, ku ta kenë dhe Shqipëria dhe Mali Zi. Dhe Shkodra sot bëhet qendër ja vetëm për Shqipërinë, por për rajonin. Dhe ky universitet e meriton këtë gjë. Profesorish Mirjeta Beqiri, ish pedagoge e Fakultetit Ekonomik dhe aktualisht pjesë e stafit akademik të Gonzaga University në Shtetet e Bashkuara, dhuroi çmime monetare për studentët ekselent. Universiteti i Shkodrës Luiç Gurakuçi mbetet një nga qendrat më të rëndësishme të dijes në vend, një tempull që jo vetëm formon profesionistë së ardhmes, por dhe qytetarë të denj për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë, më të ditur dhe të përparuar.